Du me u ndërlidh pak me zoti Sefajn për ato se çka i thoni, takoj një gjeneratë të re të historianëve dhe e kuptoj pak a shumë edhe dëshpërimin që u shfaq në raport me lidhjet, do të thotë në raport me institucionet, sepse i shfaqja edhe pak nacit e mia, mirë po duhet bëhet dallime tek aspekti i universitetit dhe tek aspekti i instituteve, sepse padosh mja bu avokatin kërkuina, vetëm ta sqaroj për opinionin publik. Universiteti merret më shumë me përveç kërkimit, po ashtu edhe me përgatitjen e kuadrove për fushën në të cilën ata duhet të bëjnë kërkimin shkencor. Pra na e kemi edhe pjesën e teaching që kemi të inkuadruar në platforma dhe në programet tona. Ndërsa ekzistojnë, unë e di sakt që ekzistojnë aktualisht projekte që janë ongoing, pra janë duke u zhvillu, që merren, janë duke shru do të thotë historinë e Kosovës dhe ky projekt aktualisht është në dorën e Institutit të Historisë, vëllimi i parë i tij me sa e di, pra është publikuar tash disa muaj dhe padyshim, po besoj edhe pse nuk jam pjesë e projektit, po besoj që në vëllimin e fundit do të preket çështja e këtyne listës së masakrave dhe të masakruarve që kanë qenë do të thotë në masakrat e fundit në Kosovë. Ndërsa më në më kthye njerë të pyetja ju sepse ja u ndërpreva. Po, kush e mon përgjegjësim për saktësinë historike? Në këtë rast, kush duhet me shkru historinë? Historiani pretendon në shkrimet e tij, ose duhet pretendoj gjithmonë, të afrohet të vërtetës historike. E vërteta historike arrihet mbi bazën e dokumenteve që ti i ki do të thotë në dispozicion. Ka dokumente që mund të jenë të klasifikuara si sekret ose top sekret dhe në momentin që ato do të thotë deklasifikohen, pastaj mundën me ndru komplet narrativën historike që ti ke kriju me burimet ekzistuese që i ke pas deri në momentin kur e ke kry hulumtimin. Por se flasim për këtë luftën e fundit në Kosovë, qysh duhet me u argumentu kjo? Shikon, në aspektin metodologjik, tek ne ekzistojnë disa rregulla, të cilat ne i mësojmë në ditët e para ose në vitin e parë në studimin e historisë, ku themi që shkrimi i historisë duhet, do të thotë, në aspektin e objektivitetit, trajtohet pasi të kalojë një periudhë nga ngjarja. Do të thotë merren 25 ose 50 vite në mënyrë që të mos ketë ndikime ose autori të mos jetë subjektiv për ngjarjen në të cilën e trajton. Mirë, po kjo nuk do të thotë që institutet kërkimore nuk bën me përpilu një listë të plotë për të vrarët ose për masakrat që janë kryer në Kosovë. Sa për sqarim, ka shumë libra të cilat përmendin masakrat në Kosovë, të cilat përmendin numrin e të vrarëve, numrin e të masakruarve në Kosovë. Pra ka shumë autorë vendor dhe të huaj që kanë shkruar për këtë çështje. Shembull, po më kujtohet për momentin Jusuf Osmani që është merr me krimet e Serbisë në Kosovë gjatë luftës së fundit. Mirë po, një listë plotë ku do të gjendeshin të gjithë, po besoj që do duhet të publikojnë në këtë projektin për historinë e Kosovës, që është një projekt që është në procedurë do të thotë të botimit. Zoti Sopi, kur... Po. Në librin Edukata qytetare, klasa e 9. Klasa e 9. Veç ti shof autorët. Adembeha Hamid Sahiti. Po e lexoj. Sipas studimit Kipredit, me titull Drejtësia tranzicionale në Kosovë në qershorët e vitit 99. Shkolla e vrasjeve në Kosovë arriti nivelin e 50 vrasjeve një javë, ndërsa numri i vrasjeve më vonë ra në 5 persona një javë. Këto i referohen Kipredit që thotë që janë vra minoritetet në Kosovë edhe i ki në klasën në 9. Këtu kemi plot organizata që nashta nuk i ka financu Serbia. Veç mi pa financu Serbia, nuk ishin kujtu me shkru qështu. E kemi libër të klasë 9. Hala fëmija ato në mësojnë. A fëmija ato nuk i njojnë shumicën e dëshmorve. A mo e din bazë që saj. Edhe vjen fëmija të pytë. Baba s'keni pas tjetër punë jo, veç me i vëra minoritetet në Kosovë. Ku e ke lidzu babë që ta? E kom lidzu në shkollë. Ku që ka thonë që të donë e ka thonë Kipredi. Na flasim, nuk flasim veç për xhenin edhe për një organizatë. Në se cilin libra shkollorë. Nuk jemi libra shkollorë me në kalëzu sa e në vrarë masakra. Nuk jemi. Se nuk kanë punu këtë drejtim. Një pjesë të autorëve që janë dhe historianë, që so marrë u kanë shkru. Se ka qenë projekt, politika dhe vazhdon tjetë, me damkos gjithë shka që ka ndodhë gjatë asoj lufte, e që
nëse ka pas gabime në përfundim, pas përfundimit luftës, me të cilën këtë vend ka pas këfor unë mik e u lekse dreqe dëbirit, mja faturu gabimet ushtrisë shlirimtare dhe shqiptarve e me I harru krejt masakrat që në krynë Kosovë. Zoti Sejvaj, nëse nalim edhe furim shembull, unë kam shumë kritika për librat edhe tekstet e historisë që aktualisht janë në përdorim, do të thotë nga nxënësit në klasën e 6, 7, 8, e do më thonë në vazhdimsi, kam posë rastin me bu një studim për këtë çështje dhe të gjeturat aty janë skandaloze. Mirë, po nuk po I publikoj tash do të thotë këtu për shkak se për këtë çështje do të dalë një artikull shkencor. Dhe tash këtu foji vetëm një çështje ta sqarojmë. Nuk është foji vetëm tek autori. Është foji edhe tek recenzentët, sepse Ministria e Arsimit paguan recenzent me I recenzu këta libra, pra me I po këta libra. Është foji edhe tek recenzentët të cilët e japin autorizimin e tyre për publikimin e X apo Y librës, që pastaj nxënësit me studiu ose me mësu me ato libra në shkollat fillore të mesme të ulta dhe në mesme të larta. So për këtë librave të historisë me të cilat mësojnë nxënësit tonë, unë I kam kritikat e mia për shkak të gjetjeve skandaloze që I kam po do të thotë në ato libra. Dhe lidhen komplet me çështjen e historisë. Me siguri do diskutojmë në ndonjë emision tjetër, ma specifikisht për krejt përmbajtjen e tyre, edhe ndoshta do ta kemi rastin që shumë shpejt ta shohim edhe këtë publikim të zotit Hasani. Po kthehem te ju zoti Sopi, lëvizave të vendosje ka pas paralajmëruar që do të ngrejë edhe padi për gjenocid ndaj Serbisë. Po deri tash e kemi pasur që ka mbetur vetëm si premtim, nuk ka asgjë konkrete në këtë drejtim. Si do të mund të ngritet një padi për gjenocid kur ka kësot dhëna të cilat historinë e tregojnë në mënyrë të pasakt dhe as më tepër kjo pasaktësi financohet nga vetë shteti? Përbes nuk e di, kjo është me I pyet ata, sepse qëndrimet e partive politike nuk e di, përndryshe ne kërkojmë vetëm korrektësi dhe pasqyrim të drejtë të ngjarjeve. Edhe institucionet tona të kryjnë punët e veta për çka paguhen. Ndërsa për qëndrimet e partive politike nuk jam I thirrur të prancohem. Zoti Shabani, a ka qenë kjo një premtim për vota apo ka qenë diçka që është prit edhe pritet që të ngritet një padi për gjenocid, pavarësisht që ka probleme të lashe në këtë fushën juridike se a mund apo s'mund të ngritet, e për cilat po besoj që edhe zoti Sejfaj do ta jap një mendim. Po s'pari deshta diçka ta kthej jo në qëllim polemizimi, po të nënkryetaria e Kuvendit që përmend atje që gjatë kërkesës se kur nuk ka figuruar që autor I kësaj ekspozite do të jetë Shkelzen Gashi. Se dim çfarë kontroverzë është Shkelzen Gashi. Përndryshe, në diçka që është mjaft shqetësuese, ndërsa po flasëm që është themelu Instituti për krimet luftës, unë jam informuar që është duke punuar, mirë po nuk pa asnjë deklarim lidhur me ekspozitën që ka ndodhur. Që kjo është befasuese. Se sa ka qenë ajo për elektorat, për me akuzu, besoj ajo veç po shife që ende nuk ka asgjë në këtë drejtim, po shpresojmë, po lutëm, që mbi gjitha të dominoj vendisimi I institucioneve, të cilat janë të autorizuara për grumbullimin e fakteve që ato dëshmojnë edhe me të vërtet të akuzohet Serbia për gjenocid.